Një trokitje të madhe për kryetarin kampion të kryeqytetit për Barim Ramën. Para se të vi këtu në kodrën e trimave, më thanë vanohu se atje është prish zërimi. Thash nuk ka zërim që krymë punë për anjerë se në Lidhës Demokratike të Kosovës. Ne në t'ju falenderoj nga zemra që po na jepni tubimin e jashtëzakonshëm të degës së parë, degës ikonike të Lidhjes Demokratike të Kosovës, degës e cila ka përcaktuar fitus, ka përcaktuar epoka, ka përcaktuar të ardhmen jo vetëm të Prishtinës, por dhe gjithë Kosovës. Një muaj më parë ju i dhatë përgjigje edhe beretave të kuqe, i dhatë përgjigje edhe blokadës, i dhatë përgjigje edhe sabotazhës. Një muaj më parë, ju zgjodhët Lidhjen Demokratike të Kosovës, zgjodhët për Barim Ramën edhe për 4 vjet e ardhshme. Dhe për këtë ju falenderoj nga zemra. LDK nuk është parti e rastit në Prishtinë, e as më pak këtu në Vranjevc. LDK është themel i Prishtinës, është fryma që ka mbajtur gjallë këtë qytet gjatë gjithë kohërave, edhe kur s'ka pas shtet, edhe kur s'ka pas institucione, edhe kur kemi pas sfida të mëdha. Këtu këtë lagjen, këto rrugë, këto fshatra, këto degë, është ndërtuar filozofia politike e Lidhjes Demokratike të Kosovës, filozofia e Ibrahim Rugovës, filozofia e durimit, filozofia e mençurisë, e orientimit perëndimor. Këtu është ndërtuar vetë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe nga kodra e trimave, nga dega e parë, ka nis kushtrimi i djathtë për LDK-n gjithandej Kosovës. Dhe jam i bindur plotësisht duke e parë sonte këtu se na keni dhënë zemër shumë, na keni treguar se çfarë kodra trimave det bëj kur ngrihet këmbë për një me. Sot kodra trimave që nga rreshtu prapa LDK-s dhe numrit 1, 2, 3 pas një dyshim. Prishtina jon, Prishtina juj, këto vite, se që denit gjithë, jo që nuk është ndimu, është bloku, projektet e Prishtinës janë dalë, investimet janë sabotu, vendimet komunale, më të mira që ka mund të merë dhe kush, janë penguar vazhdimsi. Kryeqyteti, Prishtina jon, është trajtuar si kundërshtar politik, jo si zemër e shtetit. Dhe natyrisht se kjo është e papranueshme. Prishtina nuk është pronë e askujt, Prishtina është e Republikës Kosovës, Prishtina është e prishtinazëve qytetarëve që e banojnë atë. Prandaj, dua ta them qartë, pa asnjë dilemë, ka ardhur koha që Prishtina jo vetëm të mos bllokohet më, por të ndihmohet fort me prioritet absolut nga qeveria qendrore e Republikës Kosovës. Dhe do të ndihmojmë fort 1.5 miliard euro investime për 4 vjet për Prishtinën tonë. 1.5 miliard euro janë investime madhore që e transformojnë kryeqytetin. Dhe përfundimisht, pas 28 vjetorit, pas një kohë të gjatë pritje, edhe komuna, edhe qeveria do t'jenë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, për t'i dhënë kështu një ndihmë e një shtytje të jashtëzakonshme, dhe do ndihmoj me njëherë. Lejoni të zotojmë këtu para jush për disa prej projekteve kryesore të Prishtinës. Do ta ndërtojmë me njëherë unazën e jashtme të kryeqytetit, 29 kilometra gjatësi dhe investimin e plot të mbështetur me garanci, me shpronësim
nga qeveria e ardhshme e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Bëni gati për unazën e jashtme, atë që e keni kërkuar gjithherë, atë do ta keni brenda 4 viteve të ardhshme. Dhe jo vetëm kaq, këtu në degën e parë, afër jush në Përnis, do ta kthejmë stadiumin kombëtar të Kosovës. 60 milion euro investim në stadiumin më të ri që ka pas Kosova ndonjëherë, dhe jo vetëm stadiumin kombëtar, pallatin olimpik, pallatin e sporteve, pishinën olimpike dhe gjitha arsyra tjera rekreative. 110 milion euro investime këtu në Bërnis afër jush, që e ngjallin komunitetin, i japin fytyrë tjetër Prishtinës tonë. Mbi 60 hektar tokë, po ashtu këtu në Bërnis, do ndërtohet dhe parku më i madh teknologjik për kryeqytetin. Qendër kombëtare e inteligjencës artificiale, 45 milion euro investim mu në këtë anë, që të kemi qendrën më të madhe teknologjike që ka pas Kosova ndonjëherë. Për Bes, për degën e parë, për Vranjevcin, për fshatrat për rreth, nuk ka pas, nuk ka dhe s'ka me pas asnjëherë program politik me ma shumë të investime se ky që e kemi sot. Prandaj është juaje, prandaj duhet ta mbështesni, prandaj duhet ta votoni, se kjo është vërtetën e komunitetit tuaj. Lejoni zotuan po ashtu se do t'i ndajmë mbi 200 milion euro vetëm për Prishtinën, që mësimi tërditor të jetë në secilën shkollë të Prishtinës. Fëmijët e Prishtinës le të qëndrojnë 8 orë në shkollë, si çdo fëmijë tjetër në Evropë. E kemi nisë me 12 shkolla në mandatin e parë, komuna vetë pa qeveri, për mandatin tonë të ardhshëm qeveritar dhe këtë komunal, e gjithë Prishtina do t'jetë e mbuluar me mësimin tërditor. Përveç se në Prishtinë do të bëjmë spitalin e ri, edhe të Kosovës dhe të Prishtinës, përveç se do ndërtojmë teatrin e ri kombëtar, të operas, baletit, përveç se do të bëjmë muzeun e artit bashkëkohor, muzeun e paqes dhe rezistencës, Prishtinës i vjen një mbështetje e madhe qendrore edhe për shtresat e gjëra të shoqërisë. Prandaj lejoni që sonte këtu para jush të zotohem për rritjen e pagave për çdo të punësuar në sektorin publik. 80.000 sosh punësuar në sektorin publik do të marrin paga të larta me koeficientin 150. Kjo do të thotë se çdo mësues në Kosovë do ta ketë pagën 1.000 euro në muaj nga janari i vitit 2026, dhe kjo besoj është arritja më e madhe historike që kemi bërë ndonjëherë për arsim dhe për mësuesit tonë. 1.000 euro për mësues është zotimi ynë, siç është zotimi që do të dajmë mjete mjaftueshme për pagat e policëve, të ushtarëve, e zjarfikësve me pagë bazë prej 900 eurove, e po ashtu për pensionistët e Kosovës, për njerëzit më dashur tonë, zotohemi unë, ekipi RTK-s, lista prej 110 kandidatëve, se jemi garant që pensionet tuaja do të rriten nga 150 euro në muaj në plot 300 euro në muaj brenda 3 viteve tona. Këto dhe zotime tjera i kemi në programin tonë, por ju lus që të mbështesni listën e plot të kandidatëve të RTK-s nga numri 1 deri numri 110 dhe juftoni në do grokitje të madhe për secilin prej tyre. Janë kandidatë shkëlqyshëm, secili më mirë se tjetri, i mbyllni syt, i votoni 10, nuk keni gabuar, por para se të votoni të tjerët, votoni kandidatët e degës suaj.